Po shikonin bashk televizor, 18 vjeçari shkoi në banjë dhe mori si e mbyti i riu nënën me peshqir. Zbardhen detaje nga ngjarja e rëndë që tronditi sot Greqin ku një 18 vjeçar mbyti nënën e tij me peshqir. Ngjarja ndodhi në Flamolit të Trikalës. Djali 18 vjeçar mbyti nënën e tij me një peshqir teksa ajo ishte ulur e shkujdesur në divan dhe po shikonte televizor. Ndonse ishte ulur pranë saj, djali për pak çaste ngrihet dhe shkon në banjë, ndërsa merr prej aty një peshqir dhe ja vendos në qafë nënës së tij, duke i shkaktuar asaj mbytjen. 18 vjeçari i cili jetonte me tatin pasi prindrit e tij ishin të divorcuar, dyshohet se kishte grindje të shpeshta me të ëmën pasi nuk i miratonte siç pretendonte veprimet dhe sjelljet e saj. Pas veprimeve të nënës së tij, i riu me të njëjtën qetësi telefonoi policin dhe u tregoi atyre se çfarë kishte bërë. E janë të arrestoni, mësoi të jetë shprehur ai. Forcat e policisë nxituan menjëherë në shtëpinë ku raportua krimi dhe aty gjetën gruan fatkeqe të vdekur ndërsa arrestuan të birin. Në të njëjtën kohë u njoftua shërbimi mjekoligjor i Larisës dhe materiali fotografik ju dërgua menjëherë kreu të shërbimit i cili, bazuar në shenjat e vrejtura gjatë qafës, konfirmua në parim vdekjen nga mbytja. Shenjat konfirmojnë përshkrimin e 18 vjeçarit se si ai vrau gruan që e solli në jetë. I riu nuk ka probleme psikiatrike në të kaluarën, ndërsa hetimi i policisë është duke vazhduar për të përcaktuar motivet që e çuan në vrasje dhe rrethanat që mbizotëruan midis nënës dhe të birit.